Ju fatmirësisht me punën dhe karrierën tuaj, keni pas mundësi edhe të tani jashtë Kosovës edhe të veproni. Çka është diçka që do doje ta silje si frymë me vendeve tjera sa më shpejt në Kosovë që mendon që do ta përmirësonte shëndetin tonë? Kjo është një pyetje shumë interesante. Unë kam punu shumë në sektorin e shëndetësisë me organizata të ndryshme, edhe kam pas fatin për me pa kontekste të ndryshme. Përparësia tek ne është se kemi një strukturë të përgatitur të profesionistëve shëndetësor, cilët janë të përkushtuar, kemi profile e kuadra të cilat janë një përparësi, kemi një infrastrukturë po ashtu që është një përparësi. Mirë po, ajo që ka kisha pas dëshirë është që politikat të cilat ekzistojnë, të cilat janë po ashtu në bazë të standardeve të zbatohen, të fuqizohen përmes financave të kthehen në praktikë. Të gjitha ligjet të cilat e përmendëm edhe kundër dohanit, por edhe ligji për shembull për shëndetësi, apo draft ligji i cili është ka procesu për sigurime të zbatohen. Sepse nuk është qëllimi që këtu projekt ligje apo politikat janë vetëm si dokumente. Ato duhet të zbatohen, sepse edhe kjo është esenca, që të jenë në funksion të familjes, në funksion të gjithë neve. Kjo është shumë e vërtetë dhe unë do doja shumë, sidomos sa i përket sigurimit shëndetësor, domethënë edhe pse mund të tingëlloj që u bëhet tepër që përmendet, paktën unë në emisionin tim sa herë kam trajtuar, megjithatë do të lehtësonte edhe vetë shtetit zhvillimin, po edhe vetë familjes si institucion i vogël, sepse një sigurim shëndetësor na bën edhe më të kujdesshëm ndaj shëndetit tonë, sepse e dim tani saktë vlerën e çdo gjë tjetër. Gjithsesi, Saranda, sigurimi shëndetësor është një mënyrë mbrojtje sociale, është për me na mbrojt nga shpenzimet e mëdha dhe për këtë arsye na duhet sa më shpejt operacionalizimi apo funksionalizimi në mënyrë që me mësu të gjithë neve me pas qasje të barabartë. Këto janë në përputhje edhe me zhvillimet globale, të cilat janë përcaktuar nga Kombet e Bashkuara, na i quajmë synime zhvillimore të qëndrueshme, posaçërisht synimi i tretë, i cili i definon dhe i thret të gjitha shtetet me mësu qasje të përgjithshme në shërbimet, pa kosto, për të gjithë. Edhe këtë aspekt duhet pas parasysh zhvillime demografike e tjera, ne mendojmë që është edhe aludojmë edhe përmes videogjirimeve të përshpejtohet agjenda në mënyrë që t'ju japet mundësi dhe qasje barabartë. Po përmend në fillim programit sa i përket parandalimit apo të kemi një kontroll. Edhe kontrolla rregullt është një mënyrë e parandalimit. Absolutisht. Mirë po, këtu kontrolla përsëri kanë kosta. Edhe në këtë mënyrë, kur ne kemi edhe mundësit apo mbullimin nga sigurime shëndetësore, na mundëson që të kemi kontrolla të rregullta, periodike, në moshat të ndryshme, edhe në këtë mënyrë me identifiku apo me na ndihmu se si me i parandalu ndonjë sëmundje tjetër. Po, një hap shumë i rëndësishëm ndodhi edhe vitin e kaluar, Ministria e Shëndetësisë kur filloi realizimin e projektit Zgjidhje mjekun familjar, projekti i cili ende nuk është përfunduar, të paktën me aq përditësim sa ka mund, në pak komuna ka pas sukses, në Prishtina ma pak. Nëse do të kishte sukses, edhe sigurimi shëndetësor do të ishte më i lehtë me u implementu pastaj. Po gjithsesi, sigurime shëndetësore do të mundsonin pastaj me funksionalizu, me kërku edhe përgjegjësi, por edhe me financu më shumë sektorin apo sistemin shëndetësor. Përndryshe, të gjitha vendet apo organizata botërore shëndetësisë aludojnë apo rekomandojnë të konsiderohet prioritet kujdesi primar shëndetësor në këtë aspektve që përmende dhe mjekësia familjare, cila është dera e parë apo mundësia e parë për me kriju një raport mirë me mjekun edhe familjen, por në këtë mënyrë për me pas rezultatet më të mira në shëndetësi.